Qeveria ka miratuar ndërtimin e 2 centraleve diellore në Povelç të Fierit dhe në Bashkinë e Kolonjës, me kapacitet total të instaluar prej 54 MW. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave, parku fotovoltaik i Fierit do ketë fuqi të instaluar 30 MW dhe do zhvillohet nga kompania EZ5 Energy, ndërsa centrali i Kolonjës me aplikues Get Solar Solution do ketë një fuqi prej 24 MW. Veprat energjetike nuk do jenë objekt koncensioni dhe nuk përfitojnë nga masat mbështetëse, çka do të thotë se nuk e kanë të garantuar blerjen e energjisë nga shteti, lehtësime që lidhen me marrjen e lejeve apo lidhjen me rrjetin elektrik. Vendimet përcaktojnë se shoqëritë do t'i japin falas në formë rente Ministrisë Përgjegjëse për Energjinë 2% të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, shuma derdhet tërësisht në buxhetin e shtetit. Ndërkaq, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3 mujore gjatë realizimit, vënies në punë dhe operimit, me synim që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe të dokumentacionit të projekteve.